Përshëndetje, shikuesve të Monitor, jemi në një episod të ri të podcastit Business Plus dhe do të flasim sot për tregun e mikrofinancës. Nga fillimi i këtij viti ka hyrë në fuqi paketa e re rregullatore e Bankës së Shqipërisë që tentoi të vendoste një rregullim më strikt, më rigoroz, veçanërisht mbi huadhënien konsumatore. Për të folur mbi efektet e para të paketës rregullatore në treg, kemi të ftuar në podcastin ton zonjën Brunilda Isaj, sekretare përgjithshme e Shoqatës Mikrofinanca Shqiptare. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Pyetja e parë, zonja Isaj, a janë bërë kredite shpejta më të vështira duke filluar nga janari, është bërë më sfiduese të japësh kredite shpejta? Të paktën nga të dhënat paraprake dhe nga informacionin që marrim nga anëtarët, sigurisht që koncepti i kredisë së shpejtë është lëkundur pak. Kjo jo për shkak sepse është cënuar ndonjë gjë në procesin e kredisë apo në mënyrën se si ato janë qasur tregut, por sigurisht që ndryshimet rregullatore kanë pasur impaktin e tyre, qoftë në faktin që për shkak të rregulloreve të dhënat tashmë të marra si të vërteta nga ofruesit financiar duhet kalojnë në një tjetër proces, pra duhet të kenë një nivel më të lartë verifikimi, mundësisht edhe dokumentacion suportues në disa raste. Klienti do duhet që të në një farë mënyrë provojë aftësinë e vet paguese, do duhet që të ruhet nga mbi ekspozimet, të mos kalojë një nivel caktuar kosti kundrejt të ardhurave etj. Pra të gjitha këto kriteret marra së bashku sigurisht që e kanë bërë pak më të vështirë marrjen e një kredie të shpejtë. Ndoshta mbetet e shpejtë, por pak më e vështirë për t'u marrë. Dhe e parë në këtë prizëm, rezultatet paraprake, shumë paraprake, sepse vetëm 2 muaj janë të raportuar, tregojnë që në normën e miratimeve ka një rënje. Ajo që ne shohim kështu si në total të tregut është që rreth 25%, ndoshta edhe 30% e aplikimeve që më përpara kaloheshin, tani janë të kufizuar, pra aksesin financimi është i kufizuar. Dhe përpos kësaj edhe interesi nga ana e klientëve, domethënë kërkesa mbetet e lartë, por materializimi mbetet i ulët. Kështu që në të dy prizmet, dhe par nga ana e tregut dhe par nga ana e ofruesve, kemi një farë stagnacioni, të thoja. Po në atë tipologjinë specifike të veçanërisht disa prej institucioneve të huadhënies konsumatore, pra ideja e digitalizimit të plot të procesit kredidhënies, ka patur deri tani vështirësi apo ngërç për ta mbajtur procesin brenda kanaleve digjitale? Shiko, fillimisht u kërkuan apo u nevojitën investime teknologjike, të cilave të paktën 2 ose 3 antar u janë përgjigjur me investime të ndjeshme që kanë ndodhur në kuadrin e viteve 22 deri 24. Për disa prej tyre llogaritën edhe në miliona euro, pavarësisht që janë investime të kryera nga grupet, pra nga organizatat mend të tyre, por gjithsesi edhe vlera implantuar në Shqipëri ka shifra të konsiderueshme. Kështu që përsa i takon teknologjisë, pra marrjes së të dhënave, shqyrtimit të dhënave nëpërmjet rrjeteve të pikëzimit për të vlerësuar riskun në formë automatike, pra shmangja totale e elementit human, disbursimi në platforma digjitale ose në instrumenta siç janë ATM, pra Automatic Teller Machines, të cilët i lehtësojnë marrjen kesh të kredive të vogla individëve në çdo cep të Shqipërisë. Të gjitha këto ishin të parat që në cilat u investua dhe që filluan të vjeshin në funksion. Sigurisht që ka pasur gjatë gjithë kësaj periudhe një kalvar përpjekjesh për të kuadruar, po themi, ligjet, rregulloret, dhe për këtë sigurisht iniciativa e Bankës së Shqipërisë për të miratuar ligjin për open banking dhe të gjithë kuadrin tjetër ka ndihmuar. Po jo vetëm ajo, janë kryer ndryshime të rëndësishme në kuadër ligjor dhe sa i takon hapjes e një llogarie në distancë, pra ajo që ne quajmë digital onboarding, e cila sot të paktën me ata ofrues të këtij shërbimi që janë ndërkombëtar dhe janë sipas parametrave të caktuar në komunitetin evropian, njihen me një certifikim të thjeshtë edhe nga Accessku, pra nga autoriteti ynë i cili siguron certifikimin elektronik. Kështu që deri diku duket që edhe kjo pjesë, pra hapja e llogarisë në distancë apo identifikimi i klientit në distancë, që është një pjesë shumë kyçe e të dhënit kredi në formë digjitale,
deri diku është të zgjitur. Po ashtu firma elektronike, që është një risi tjetër, ofrohet nga disa ofrues të këtij shërbimi si paketë. Pra bëhet edhe identifikimi elektronik në distancë, edhe firma elektronike si dy funksionalitete më vete, dhe kompanitë gjithashtu kanë investuar edhe në këtë lloj marrëdhënieje që për hir të vërtetës nuk është edhe kjo diçka e lirë, pra janë investime të konsiderueshme, por që ka mundësuar që të paktën tani veprimtaria kryhet e gjitha në platformë digjitale dhe nuk ka ngërçe apo shkëputje të procesit që deri në miratim për shembull ishte digjitale, po disbursimi do duhej që të bëj diku në një pikë fizike. Tani i gjithë procesi end to end mund të bëhet digital dhe ajo që ka mbetur vetëm e cila duhet konkluduar është që firma elektronike sidomos të njihet edhe nga organet gjyqësore, në qoftë se portofolet caktuara do shkojnë për ekzekutim apo do ndërmerren hapa ligjor, që është diçka e cila ende nuk është testuar në formë po themi empirike. Mund të jetë në teori e pranuar, po ende nuk është testuar. Gjithsesi, ky ka qenë një revolucion, do thoja unë, në kreditdhënie dhe institucionet e tona anëtare kanë qenë të parët që e kanë ofruar kredin digjitale në treg. Kanë përshtypjen njëri në 2021 dhe njëri një vit më vonë, domethënë ka kohë që kjo risi qëndron në treg, ka konveniencë dhe komoditet shumë të lartë për klientin, që gjithashtu reflektohet edhe nga shifrat shumë të larta të kredive të marra nëpërmjet këtyre platformave. Po për te segmentit të ngushtë të mikrofinancës konsumatore, sepse sigurisht mikrofinanca shërben nevojat e vogla konsumatore të individëve, por pastaj ka edhe një spektër pak më të gjerë, sidomos tek bizneset e vogla, mikro, edhe të mesme deri diku apo jo. Po ky segment, po themi i shifrave pak më të larta të huadhënies, sa është ndikuar nga paketa e rregullatore? Unë nuk do thoja përpos atyre kredive që merren si kredi konsumatore, por që realisht likuiditeti shkon për shembull te biznesi mikro apo te bizneset njësit e vogla familjare. Kështu që në këtë prizëm, për shkak të nivelit të ulët të formalizimit të këtyre njësive ekonomike, kam përshtypjen që ka ndikuar në aksesin në financime të tyre. Ndërkohë që segmentet e tjera që për hir të vërtetës zënë një pjesë të rëndësishme në portofolin tonë, pra rreth 64% të portofolit të mikrofinancës sot, janë biznese, janë njësi fermerësh, pra agro, dhe kreditë të tjera të cilat nuk bëjnë pjesë të kredia e individit. Kredia e individit në vetvete është 36 dhe këtu futen të gjitha llojet e kredive dhe jo vetëm kredite vogla të shpejta. Ajo që ne shohim si ecurit, paktën gjatë vitit 2024 ka qenë ecuri pozitive, kredia për fermerët e rritur me ritme të kënaqshme, dyshifrore, rreth 12% në mos gaboj, kredia e biznesit 5% në rritje, por niset nga një bazë pak më e lartë se sa fermerët, kështu që në vlerë absolute ajo ka pasur një ecuri të mirë. Kështu që në kredit që i adresohen segmenteve në vetvete nuk ka pasur ndikim ndryshimet aktuale rregullatore. Gjithsesi mund të kenë pasur ndryshim debatet e shumta apo gjithë, po themi, diskutimet qoftë mediatike, qoftë edhe me grupet e interesit, të cilat u zhvilluan në gjysmën e dytë të vitit kaluar, të cilat domosdoshmërisht e impaktojnë deri diku aktivitetin e institucioneve financiare, jo banka, për shkak edhe të paqartësisë të problematikave që ndodhen në menaxhimin e portofolit kredive me probleme. Keni ndjerë një lloj ndikimi negativ tek imazhi ose reputacioni. Është e pashmangshme, por unë do thoja që duke pasur parasysh këtë, sërish marrëdhënia jonë me klientin ka qenë jashtëzakonisht e fortë dhe shifrat e tregojnë këtë, pra rritjet janë më të mira se 2023, që do thotë nuk është materializuar në nivelin e besimit të klientëve karshi sektorit, por në drejtim të mbështetjes së sektorit nga aktorë të ndryshëm, qoftë nga qeveria apo nga instanca të ndryshme të cilat mund të jepnin më shumë mbështetje për t'i dhënë më shumë frymarrje kreditimit të ekonomisë, kjo ka qenë deri diku evident. Paketa rregullatore natyrisht u përpoq të adresonte atë element që ndoshta solli mjaft shqetësim në vitin e kaluar, problematikat sociale që mund të krijojë edhe ekonomike që mund të krijojë mbi ngarkesa në borxh për te aftësive paguese të individëve dhe familjeve, por nga ana tjetër aplikimi i kritereve më strikte në huadhënie pastaj fillon dhe ndikon negativisht atë që mund të jetë aksesi në kredi, një
i një segmenti ndoshta pak më të brisht të publikut, ku të ardhurat të pak në ato të formalizuara mund të jenë më të ulta dhe aksesi në sektorin financiar, po themi klasik, është më i vështirë. Nga këndvështrimi juaj në paketa rregullatore, sa e ka garantuar të lloj balance, pra? Shiko, ne kemi përshëndetur të gjitha nismat e Bankës së Shqipërisë, sepse ato realisht janë adresuar në mbrojtje të konsumatorit. Sigurisht që sektori ndan të njëjtin, po themi, shqetësim apo afeksion për të mbrojtur konsumatorin, sepse pa një konsumator të fortë, sektori nuk zhvillohet. Shqetësimi ynë vazhdimisht ka qenë edhe gjatë diskutimeve, po edhe më mbrapa, për kufizimin e aksesit në financë. E kuptojmë që nisma të tilla mund të synojnë paksimin e problematikave sociale që vijnë nga kredimarrje, por të mos harrojmë që problematikat sociale nuk e kanë zanafillun të marrja e kredisë, kanë të pamundësia e qytetarëve, individëve, për t'i krijuar vetes, po themi, një komoditet minimal për të jetuar, apo për të përballuar shpenzimet mujore, apo për të përballuar shpenzimet të papritura për të cilat ata nuk kanë kursim. Pra ne i kemi qasur segmenteve të cilët kanë të ardhurat të ulta deri të moderuara, për t'i dhënë një mundësi likuiditeti, siç janë payday loans, për shembull, që është një kredi e vogël e shkurtër 2 javshme, e cila merret në mes të muajit për të mbyllur muajin dhe shpenzimet e tjera. Dhe njerëzit ishin në një format pothuajse abonimi, sepse pagat janë shumë të ulta të një pjesë të madhe të familjeve, apo të ardhurat alternative të tyre janë pothuajse inekzistente, ndërkohë që niveli i shpenzimeve sa vjen rritet, jeta bëhet sigurisht shumë më e shtrenjtë, kemi pas edhe një situatë inflacioniste, mos harrojmë. Pra, kur ta shohësh këtë segment që ne kemi mbështetur, nuk është se i është krijuar problemi nga kredimarrja. Kredimarrja ka tentuar të zbusi problematikën e tyre, qoftë ekonomike ashtu edhe sociale. Sigurisht që mbi ekspozimi krijon problem dhe ne jemi kundër mbi ekspozimit, dhe me të gjitha politikat e brendshme dhe procedurat që po dizenjohen tashmë, kjo ka qenë prioritet dhe do mbetet prioritet. Por kufizimi total i aksesit në financë për një individ i cili qoftë edhe ka të ardhurat minimale, pra duhet ishte parë me fasha ndoshta. Fasha më e ulët, e cila nuk krijon një risk ekzistencial, një kredi 500 eurosh për një familje, por i jep mundësinë që ai hedhë një hall kur thon populli. Mund të ishte parë me një sy pak më dashamirës dhe jo të trajtohej një lloj si trajtohet një kredi 50.000 eurosh për individ, sepse parametrat dhe kriteret janë të njëjtat. Kështu që frika është që ky segment me këto nevoja diku do kërkojë të gjejë zgjidhje. Dhe nëse nuk e gjen në një sistem formal, siç janë institucionet tona, që kredia raportohet, zbardhet, dhe në fundit i ndihmon nëse ai ka performancë të mirë që të kalojë edhe në sektorin bankar dhe të marrë financime më të lira, nëse duhet i drejtohen tregut jo formal, pastaj do krijohen edhe më shumë problematika sociale, kështu që ne duhet kujdesemi për këtë lloj balance dhe dikush do duhet ta mbajë në mbikëqyrje tendencën e tregut për të zgjidhur problematika të tilla. Gjithsesi çdo gjë është e lidhur, siç e dim të gjithë, me zhvillimin e ekonomisë, se si do ecin sektorët, se çfarë perspektive do ketë, krijimi i vendeve të punës e tjera të tjera. Janë edhe parametrat makroekonomik janë shumë të lidhur me situatën që po kalojmë, kështu që sektori përveç se dëshirës mirë për t'i shërbyer tregut, që duket edhe nga marrëdhënia shumë e zgjeruar që ka pasur, nuk ka pas ndonjë qëllim tjetër në ofrimin e këtyre produkteve. Megjithatë, nga ana tjetër, mesazhi i disa produkteve të kredisë që ndonjëherë e servirnin, sepse me rregulloren e re për transparencën, edhe kjo është bërë pak më e vështirë, po e vendosim në të shkuarën këtë pjesë, pra e servirin kredinë si një instrument shumë të lehtë për të plotësuar çdo dëshirë, pa u shqetësuar shumë ndonjëherë për të vlerësuar aftësinë e klientit, pastaj për ta paguar mbrapsht këtë kredi, edhe kjo besoj krijon shqetësime të natyrës ekonomike, po dhe etike për institucione financiare të licencuara. E vërtet, por unë dua të ndalem pak këtu, sepse pavarësisht që në dukje shumë e thjeshtë dhe procesi shumë i shpejt, nuk është se nuk ka ekzistuar analiza financiare e parametrave. Thjesht mënyra se si është konfiguruar kjo linjë biznesi është që qoftë edhe bazuar në të dhëna demografike të caktuara të një individi, statusit vet, faktit që zotëron një pronë apo jo, është i martuar apo jo.
janë përpunuar databaza të mira kredive, të cilat prodhojnë një rezultat automatik që ngrihet mbi këtë lloj eksperience. Pra edhe në qoftë se klienti deklaron që ka një të ardhur, ku diun 50.000 lekë në muaj pag, fakti nëse i takon një grup i caktuar popullate apo një tjetër, është shumë i rëndësishëm për t'i dhënë kredin. Pra, analizat statistikore ose modelet që përdoren algoritmet, sigurisht që nuk janë të shfaqura për publikun, sepse ato mbeten në sekretin tregtar të kompanive, por patjetër që një analizë bëhet. Kjo është ndoshta një metodë pak më shkencore, se sa fakti që unë jam Brunilda me këtë nivel të ardhurash dhe kërkoj të marr, sepse nuk vendoset vetëm mbi nivelin e të ardhurave, po merr në konsiderat një tërësi faktorësh kur ti vendos që ti japësh një kredi. Thjesht të gjithë këto faktorë janë kombinuar dhe janë kalkuluar që në të 100 e sekondës të prodhojnë një rezultat. Por gjithmonë ka qenë analiza. Qoftë behavioral analysis, ajo që e quajmë ne analiza e sjelljes së ripagimit, po ashtu edhe ajo financiare. Të dyja kanë qenë prezente. Një tendencë dukshme në vitet e fundit ka qenë joshja e tregut të kredive të shpejta edhe për investitor të rinj, duke qenë që ky model të pak nga këndvështrimi i biznesit rezultoi një model mjaft i suksesshëm, pra ka shfaqur norma të larta arritje, ka shfaqur përfitueshmëri të kënaqshme. Dashje pa dashje ngjalli interese të investitorëve të rinj, qoftë ndërmarrje të reja, po qoftë edhe institucione financiare ekzistuese që u përpoqen të vendosin më shumë fokus në këtë segment të tregut. Tani, me realitetin e ri, pra me paketën e re rregullatore, besoni që ky segment i tregut do të ketë efekte edhe të natyrës strukturore, pra që mund të lidhen me paksimin e institucioneve financiare që kanë fokus të produkte? Unë mendoj që është shumë shpejt për të folur për këtë, sepse siç e thash, jemi në thuajse në fund tremëjorit të parë dhe pavarësisht që gjasa duket që ka një rënje të normës miratimit edhe s'kemi rezultate financiare akoma, po patjetër që do ketë një impakt. Por nga ana tjetër kemi një lëvizje të rregullatorit e cila deri diku e kompenson këtë, që është ulja e normës interesit. Ulja e normës interesit do ta bëj ndoshta më të pëlqyeshëm këtë produkt, edhe për atë segment të cilët nuk i qaseshin për shkak të postos shumë të lartë. Dhe duke qenë e tillë, ndoshta një pjesë e tregut që nuk kualifikoheshin dot për shërbime bankare, por që nuk vinin prej normës, do duhet që të kompensojnë ose do mund të kompensojnë të pjesën që ne do humbasim nga çështja e kufizimit të rregullave dhe kritereve të rrezikut. Megjithatë, duhet kuptojmë që institucionet që janë fokusuara vetëm në këtë lloj biznesi do duhet që të japin shumë numra, pra bëhet fjalë për mijëra kredi në muaj në mënyrë që ato të kenë një eficiencë të pranuar ekonomike. Se si do zhvillohet tregu dhe se si do jetë ecuria e këtij, po themi, modeli biznesi në veçanti, ne do duhet që ta shohim gjatë këtij viti. Pra ajo që mbetet pak për e vërtetë është që kërkesa nga tregu mbetet në nivele shumë të larta. Pra, për këtë lloj produkti, për këtë lloj teknologjie, çfarë do ndihmonte që të mos kishin problematika strukturore institucionet, është formalizimi i mëtejshëm i ekonomisë, aksesi në të dhënat elektronike publike, bëhet fjalë për akses automatik për shembull në nivelin e të ardhurave, në pjesën e të dhënave personale, sigurisht me bekimin e klientit dhe me konsentin e plotë të tij, por këto do ndihmonin për një verifikim më të shpejtë sipas kritereve të vendosura edhe të situatës financiare, se këtë të sjelljes tashmë e kemi si model. Kështu që kjo do lehtësonte edhe pjesën e analizës, do lehtësonte edhe procesin, edhe individët deri diku ndërgjegjësohen që sa më shumë të deklarojnë nga të ardhurat e tyre, aq më thjesht do ta kenë. Kuptohet që në deklarimin dhe në formalizimin mbetet edhe sektori bankar si një konkurrent i rëndësishëm për këtë. Po sërish unë gjykoj që ka mjaftuar shumë kërkesë në treg që të shërbehet edhe nga sektori bankar dhe nga sektori jo bankar. Por janë disa elementë të cilët duhen parë se si do ta kenë ecurin. Pra, ai kufiri 70% që duhet parë nëse do siguroj eficiencë përfitueshmëri të mjaftueshme për një segment të tregut ku
Nga analizat më parshme që ne kemi pasur, kostot vetëm shkonin diçka në nivelin e 84% për këtë lloj modeli biznesi, kështu që 70-a mbetet poshtë kostos. Por meritjen e numrave, ndoshta meritjen edhe të një farë eficiencë të procesit. Investimet në teknologji ndoshta tani nuk do jenë kaq të vrullshme, mendoj që mund të mbetet një model eficient. Megjithatë më poshtë kaq është. Është e vështirë. Ndoshta forcimi kriteret të huadhënies mund të ul pa koston e riskut, apo ky është një. Do thoja kostot administrative rriten sepse ti kërkon dokumenta, kërkon akses te ILB-n. Kështu që nuk do të thonë ky element nuk sjell ndonjë përfitim të paktën në kosto. Për pos kostos së klientit, zhvillimet e tjera janë restriktive për hir të vërtetës. Në qartë. Një element që ju e keni nënvizuar shpesh e përmendet edhe pak më herët, ka qenë ndoshta mungesa e një vëmendje partneriteti, ta quajmë si të duam, lidhur me përfshirjen e institucioneve mikrofinanciare në disa mekanizma që tentojnë mbështetjen e segmenteve të veçanta të popullsisë me kredi. E kanë fjalën kryesisht për bujqësinë, deri diku ndoshta edhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Në fillim të këtij viti është lançuar një skemë re për mbështetjen e SME-ve, te bujqësia mos gaboj do mbështet paralelisht edhe me një skemë garancie për të ulur pak riskun. Ndërkohë, institucionet mikrofinanciare për hir të së vërtetës kanë një ekspertizë më të madhe, ndoshta janë ato që kanë ekspertizën më të madhe në financimin e këtyre segmenteve të veçanta. Besoni që mund të gjenden mekanizma që edhe ju të përfshiheni në skema të tilla, ndoshta jo në ato që parashikojnë norma aq të ulta interesi, sepse një institucion mikrofinanciar mbase do bënte shumë sens, por ndoshta në skema që ofrojnë mbështetje me garanci ose mekanizma të ngjashëm. Absolutisht po, mikrofinanca si tipologji në vijimësi i përdor instrumente dhe skema të tilla, sepse gjithmonë ideja është që të zbuten kostot për klientin fundor. Por duke qenë që ekziston ky ngërçi i kostos së lartë të fondeve për mikrofinancën dhe pamundësive për të zbutur nivelin e rrezikut marrë përsipër, pra vështirësia me kolaterale apo skema të tjera, fonde të tjera të cilat mund ta zbusnin këtë rrezik, ne rëndom institucionet tona i përdorin këto skema, por deri më sot kanë qenë me institucione private kryesisht ndërkombëtare. Pse ne ngulmojmë që ne duhet jemi pjesë e këtyre skemave në radhë të parë për të shërbyer tregjeve, të cilat duke lënë më njanë institucionet tona mbeten dhe tregje të pashërbyera. Dhe kjo kryesisht shkon për mikrobizneset të cilët pjesërisht janë informal, janë fillimet e tyre ose janë ende shumë të brisht për të futur në një skemë tërësisht formale, qoftë të deklarimit, qoftë të bashkëpunimit me instancat e tjera. Po edhe bujqësia i cili mbetet një sektor tërësisht i nënfinancuar për sektori bankar, ende është në nivelin e 2% në financimet e veta akorduar bujqësisë dhe jam e bindur që ka një përqendrim. Pra nëse është financuar, janë financuar firmat e mëdha apo po themi ndërmarrje bujqësore të cilat janë në një farë niveli. Ndërkohë që mikrofinanca shkon deri tek njësia e vogël familjare e fermerit, qoftë edhe e mikrondërmarrjes, dhe e mbështet ato me fonde në mënyrë të thjeshtë dhe transparente, duke u bazuar nga verifikimet në vend dhe nga ato kryqëzimet të caktuara që bën. Në këtë prizëm ka ekspertizë përveç eksperiencës dhe është diçka për të vlerësuar, sepse do siguronte transmetimin në formë kapilare tek të gjithë baza fundore e klientëve, qoftë në mikrondërmarrje dhe edhe fermer, dhe pastaj ky financim i çuar deri në njësinë fundore ngrihet lart dhe shkon në formën e zinxhirit të vlerës edhe tek aktorët më të mëdhenj. Pra është një financim në ekonomi që nuk shkon dëm, ose do përdoret për konsum, ose do përdoret për ciklin e biznesit, dhe është shumë i rëndësishëm. Fakti që në dijenin tonë apo nga shkëmbime jo formale që kemi pasur, qoftë me instancat qeverisë më përpara dhe jo tani, është që mikrofinanca është e shtrenjtë dhe nuk mund të jetë pjesë e skemave të përgjithshme. Dhe ne jemi dakord me këtë, po mund të ngrihen mekanizma të përshtatur për mikrofinancë me pjesën e ndarjes së rrezikut, ose me subvencionimin e normës interesi, ose me një kombinim të dyjave
duke i shtuar edhe një fond për asistencë teknike. Të gjitha këto janë elementë që sektori i përdor për të zbutur kostot dhe për të rritur kapacitetet e tregut që shërben. Gjë që nuk është tek bankat, dhe për më tepër bankat kanë mjaftueshëm likuiditet nga depozitat e publikut për të mos pasur nevojë për një fond tjetër, të ofruar nëpërmjet formave sovrane. Dhe në një farë mënyrë bankave u kërkohet të bëjnë diçka edhe jashtë pak natyrës së tyre. Kështu që për modelet e biznesit që kanë zhvilluara dhe kapacitetet edhe të gjithë, po themi ato ekspertizën e tyre, kjo i nxjerr pak nga linja e përgjithshme. Sigurisht që është e bëshme, patjetër, ka nevojë për kohën e vet, për investimet e veta, qoftë në burime njerëzore, qoftë në burime shtesë, ndërkohë që mikrofinanca i ka aty se kjo është puna e përditshme. Dhe shifrat që kërkohen nuk janë kaq të larta, në gjithë sektori disburson në një vit 400 milionë euro kishim në rezultatin e vitit kaluar, kështu që qoftë edhe 100 milionë euro do ishin më se të mjaftueshëm për të mbuluar tërësisht, po themi, nevojat e sektorit për këtë lloj skemash. Që do të thotë që vend për të diskutuar për gjetur zgjidhje patjetër ka, nuk është që nuk ka pasur vullnet, po është çështje edhe prioritetesh, çështje edhe nuk e di, instancat caktuara me prioritetet e tyre nuk kanë koordinim institucional të plot që ta bëjnë të mundur këtë, se duhet futet Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave, Ministria e Bujqësisë, nëse do i referojmë me bujqësisë, pra janë një sër aktorësh që duhet bashkëpunojnë me sektorin për t'i ngritur. Dhe me që po flasim për bujqësinë, një pyetje të fundit për të përshkruar pak më në detaje përvojën e mikrofinancës me këtë sektor, sepse deri tani po të shohim shifrat, sektori bankar ka një depërtim shumë modest në huadhënien për bujqësinë, të paktën në huadhënien e mirëfill për bujqësinë, nëse përjashtojmë agropërpunimin. Si ka arritur mikrofinanca të rezultojë suksesshme në këtë segment, pra cili është çelësi i suksesit? Kuptohet në ato përmasa që ka arritur, sepse edhe për ju kreditimi i bujqësisë është sfidues patjetër. Ashtu është edhe plajmi mirë ishte të paktën vitin e kaluar ne kishim një rritje të portofolit gjendje, të pricës gjendje të kredisë, pavarësisht që në kredinë e re ishin aty ritmet e rritjes me ritmin e përgjithshëm të rritjes, pra dyshifrore, po prapë të kufizuara. Por afatet e gjata bëjnë që portofolit të ri të qëndrohet më gjatë. Ndërkohë që sinjalet e potencialit nga tregu janë shqetësuese, sepse ka një rënje të përgjithshme të parametrave të sektorit, qoftë në drejtim të prodhimit, ashtu edhe në drejtim të eficiencës. Problematikat janë të shumta, fragmentizimi i tokës, njësitë shumë të vogla, mungesa kolaterale dhe titujve të pronës, pra nuk ka element të zbutjes së riskut, dhe informaliteti shumë i lartë. Dhe ne mbas kaq shumë vitesh mezi arritëm të regjistrojmë afër, deri diku afër asaj që ekziston, si njësi familjare fermere se sa i kemi. Dhe ishin shifra të cilat u incentivuan nga kjo skema e karburantëve në bujqësinë, sepse nuk do kishin mundur të identifikojnë. Që do të thotë që si potencial për mikrofinancën, ai ekziston sepse e para është eksperienca dhe ekspertiza, cilat janë 3 dekada që merren me financimin e bujqësisë, pra e njohin shumë mirë terrenin në të cilin lëvizin. E dyta, ka pasur edhe në drejtim të bujqësisë disa përpjekje për ta bërë gjysmë shkencore këto si aktivitet, si linjë aktiviteti, sepse janë bërë studime të detajuara, cilat janë shtrirë në gjithë territorin dhe janë ngritur disa benchmark, pra disa kufi të xhirove të fitimit për nën sektor të industrisë. Patjetër që ka potencial, ky potencial do duhet ama të mbështetet edhe nga iniciativat të qeverisë, politika pavarëshme fiskale, ndoshta të vijojnë ende, subvencionime të caktuara për bujqësinë, rritje të fondeve, skemat e IPARD-it që ndërprer nuk ndihmuan, sepse dhe ato krijojnë problematika në një pjesë të mirë të sektorit, por ajo që është e rëndësishme është që institucioni duhet ta kuptojë modelin e biznesit. Cikli i prodhimit ndryshon për çdo kulturë. Ndryshe kultivohet gruri, ndryshe kultivohet, nuk e di tani, perimet, ndryshe frutat, kanë ciklin e tyre. Ne kemi ofruar fleksibilitet dhe për ripagimet që i qasen ciklit prodhimit, dhe nuk mund t'i përkosh kredime të barabarta një fermeri për shembull. Pra, them që është një marrëdhënie e ngritur prej kohësh e cila ka sjell në këtë pikë. Dhe ne vazhdojmë ta konsiderojmë si një sektor primar,
jemi të shqetësuar për nivelin e kërkesës sepse shohim që ka braktisje të fshatrave të zonave rurale, ka mbyllje të serave, të iniciativave që kanë pasur. Edhe në mungesë të një sistemi pak më dashamirës të grumbullimit edhe të zinxhirit të vlerës, por edhe në përgjithësi, domethënë të një niveli mbështetje të moderuar që kanë marrë nga të gjitha këto. Kuptohet edhe mallrat e importit bëjnë atë, kanë edhe ata ndikimin e tyre, por në kushtet që ne jemi duke zhvilluar turizmin, që ka një vëmendje të shtuar, që kemi një fluks të cilët vinë këtu dhe duan të shijojnë Shqipërinë jo vetëm për plazhin, jo vetëm për ujin dhe për malet, por edhe për ushqimin, pse të mos përdoret produkti lokal edhe të furnizohen të gjithë strukturat akomoduese me produktin lokal. Pra edhe së brendshme duhet të vendosim ca kufizime, do thoja, që ta mbështesim si sektor, por që ne të vazhdojmë edhe do ngulmojmë në të gjithë, po themi, tipologjitë e tyre, qofshin këto prodhues, fermerët që janë në fushë, qofshin përpunues, qofshin agroturizmi etj. Janë sektor që do mbeten në fokus. Se sa banka do të qasen pastaj është pjesë e strategjive të tyre, por që deri tani kjo ka qenë situata. Faleminderit. Faleminderit dhe juve, suksese.